Mirëmëngjesi Gane. Mirkena, mirëmëngjesi për ty në studio, mirëmëngjesi për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin sot. Pra në këtë ditë me diel kemi vendosur që t'ju nxjerrim nga studio dhe në një ambient të hapur i gjelbër ku është mjaft i mirë për të kaluar këto mëngjese të freskëta në ditët e verës. Por konkretisht sot do të flasim për jogën në natyrë dhe benefitet e saj. Kam të ftuar Melita Kabashi, instruktore e jogës. Melita, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, dhe po më vjen mirë shumë që pju takoj. Pikërisht këtu në këtë ambient, ku sidomos tash që fillon vera dhe është nxehtë, është vërtet një ambient shumë i bukur këtu edhe për me ardhur dhe me kalu kohën. Melita, e nisim nga benefitet e jogës, qoftë brenda, qoftë në ambientet të hapura. E di që deri me tani, sidomos kohëve të fundit, viteve të fundit edhe në Kosovë, ka fillu shumë u fol për jogën, edhe një pjesë e madhe e din që gjithsesi joga ka për qëllim qatë qetësinë e mendjes, po njëjtën kohë dhe qatë lidhjen mes trupit edhe mendjes. Edhe ne jetojmë në një botë momentalisht që është çdo gjë është tepër e shpejtë. Edhe shpeshherë nuk po kemi as kohë për me u ndal dhe me dëgju faktikisht çfarë trupi po na thot. Shumicën e rasteve trupi ju na flet. Mirë po ne nuk ndalemi me dëgju dhe me thonë, okay, çka po më flet? Apo thotë që duna munal, apo thotë e çato lidhje shpeshherë na nuk i bojmë. Edhe një prim mëson yoga me dëgju pasaj trupin? Po, sepse qëllimi i jogës është që shpeshherë çdo fillimisht qëllimi i jogës është edhe ti me qenë prezent. Domethënë çdo lëvizje që ti e bën, çdo frymarrje, si t'jesh më prezent. Edhe momentin kur ti je më prezent, momentin kur ti nalesh, trupi ty të flet edhe hey, diçka nuk është në rregull. Ndalu, rishikoje edhe pastaj me vazhdu. Po është pikërisht edhe frymarrja që e bën çat lidhjen edhe ty të ndihmon, sidomos për shembull përmes unë e them frymarrja është çelësi i emocioneve tua dhe është frymarrja që ty të ndihmon me i kontrollu jo vetëm emocionet, po në ndërkohë ndihmon me kontrollu për shembull ritmin e zemrës, që shpeshherë në situata sidomos stresuese është ritmi i zemrës ai që neve na arritet edhe përmes frymarrjes ti e ke atë mundësi për me kontrollu. Hesh mas larti se sot mëngjes tu ardh vajza jeme sikur krejt fëmijët, sot jam kështu, do të veç vresha veten që ritmi i zemrës tim veç shkoj tu rrit dhe thash you know what, vajza si thash pendrojmë. Përdore frymarrjen që sa jam e lidh veten, krejt do shkoj mirë. Edhe do të thonë është një ndryshim i vogël mes asaj që apo don me ardh në çet vend nervoz, apo po don me ndryshu, me përdor frymarrjen tonë dhe me ardh pak më e qetë. Me kohën ku po jetojmë dinamikën e jetës, merr shumë kohë yoga, është e lehtë, është e përshtatshme i përshtatet kësaj dinamike të jetës? Gjithsesi, sepse faktikisht në të më mirë është me bo 5 ose 10 minuta në ditë yoga për çdo ditë, se sa me bo 1 orë vetëm gjatë javës. Po dhe që ajo 1 orë, shpeshherë, sidomos vikendeve, unë e tham, është si një lloj riseti, është si një lloj ristarti i trupit edhe mendjes tone. Është sikur telefonet që shpeshherë duhet m'ia bo restart për me mujt me rifillu, është i njëjti sen edhe me trupin tonë. Do të thonë, është mirë m'ia bo çat restart trupit edhe mendjes tonë për me mujt me fillu nga zero, për me mujt me imbush thjesht bateriat. E mira krejt saj është se, sidomos nëse je në natyrë, yoga është ose bëhet edhe më e veçantë në natyrë, sepse natyra neve na jep 3 gjëra që janë komplet falas. E para është oksigjeni, do të thonë fakti që na jemi çto në lisa, është oksigjeni që ajo që na jep. E dyta janë rrezet e diellit për cilën na edhe marrim çat vitaminën D, që po flitet goxha shumë kohëve të fundit. Edhe që po na mungon, sepse jemi gjatë gjithë kohës mbyllur, domethënë edhe nuk kemi mundësi për me marrë çat vitaminën D. Edhe treta është pjesa e toksimit. Ndoshta ti pe vren që unë sot jam zbatur, sepse tonë se di nëse po arrin me shku poshtë. Po, është toksimi dhe arsyeja e kësaj është sepse momentin kur ti toka ka elektricitet. Toka na jep neve që ato që ka tuhet ione negative. Do më thonë, gjatë gjithë ditës na jemi të rrethuar me teknologji të ndryshme. Tash çajo teknologji neve na mbush
me ione pozitive. Edhe që ato ionet pozitive, nëherë molekulat e tyre mundën me fillu me u bë të dëmshme për qelizat tona. Edhe është vetëm përmes shkëmbimit të këtyre ioneve, që faktikisht na i marrim prej tokës, ja u japim ionet pozitive, edhe i marrim ato pozitive, edhe që ky lloj shkëmbimi neve na balancon që ato qeliza me u stabilizu sa dhe pak. Prandaj dhe toksimi, përpara, njerëzit kanë hecë shumë datën, prandaj dhe toksimi të ndihmon edhe në largimin e stresit, për shembull, shumë studime tregojnë që ndihmon edhe në për shembull kush ka probleme me kardiovaskulare, kështu që ka benefite të ndryshme, edhe shumë e rëndësi edhe pjesa e toksimit, që kjo është edhe çajo. Po besoj disa veç nga benefitet e jogës në natyrë, vetë se i shpjegove disa, ndoshta më konkretisht dallimet mes jogës në ambiente të mbyllura dhe në natyrë. Janë dy aspekte të ndryshme, sepse mas pare kur jemi në studio, natyrisht, në vendet mbyllura, i kemi shumë edhe këto elemente të tjera që neve na ndihmojnë ose na lehtësojnë jogën. Për shembull, i kena blokat, i kena jastëkat, edhe ajo sa do pak e ndihmon, domethënë që atë është një ndjenjë tjetër, një ndjesi tjetër. Po në njëjtën kohë, unë shpeshherë them është edhe ekoja e zanit është ndryshe në momentin kur je në ambiente të hapura, edhe ekoja e zanit është ndryshe kur je në ato të mbyllura. Në ambiente të hapura ti automatikisht i dëgjon zhurmat e jashtme, sikur frymat e lehtë ose cicerimet e zogjve, domethënë ajo automatikisht ta jep një lloj plusi në kreqat ndjesin që ti jetu e përjetu përmes lëvizjeve të ndryshme mandej edhe të jogës. Janë lëvizje të ndryshe që realizohen në natyrë edhe në ambient mbyllur? Se përderisa e the këtë pjesën që edhe vetë atmosfera ndikon atë se si ndjen, i nënshtrohesh atij ritmit të atmosferës? Po gjithsesi, më duket që edhe kur je në ambiente të jashtme, lëvizjet janë pak më fluide, pak më të ngadalshme, ndoshta shpeshherë është unë e them është edhe pak më sfiduese fakti që toka jo çdo herë është e rrafsht, edhe momentin kur toka jo çdo herë është e rrafsht, ajo e sfidon për shembull balancin pak më shumë se sa në momentin kur je në studio, atë është komplet e rrafsht edhe e ki pak më të lehtë çat farë, domethënë sfidat e ndryshme i ki pak më të lehta më duket në ambientet mbyllme prej atyre të jashtme. Po shikues që po na ndjekin, kisha dashur edhe më na demonstru disa lëvizje dhe me shpjeguar rëndësinë e tyre, edhe me qenë se jemi në ambientin e hapur edhe kanë mundësi me pa se për çka po flasim. Po, natyrisht po. Unë pja u tregoj disa lëvizje të thjeshta, tu marr parasysh edhe jemi herët në mëngjes, kur shohemi në mëngjes, zakonisht është pjesa e shpinës, ajo që është ndihet pak më e ngrysur, si themi, apo pak më e s'pëdi, është më ngurt. Thjesht. Edhe do t'ju tregoj disa lëvizje të ndryshme, sidomos për hapjen e pjesës së shpinës, edhe e mira është që veç po i shoh që njerëzit kanë filluar me ardh, kështu që ajo është tepër mirë. Se pas këtuit kena me pas në 9:30, zakonisht vikendeve po mbajmë në edhe yoga, kështu që edhe sot në 9:30 kena me mbajt një event. Është me preferuar në mëngjes apo në ora Të pasdite ndryshme, po unë për vete preferoj mëngjesin, sepse momentin kur ti zgjohesh me ato lëvizje, më duket që e hek një pjesë të madhe të barës, dhe pastaj dita vazhdon shumë më mirë. Je automatikisht e aktivizon trupin, edhe momentin kur e aktivizon trupin, ti ndihesh më mirë, sepse liron komplet ato hormone të ndryshme që ty të bëjnë me u ndi më mirë. Çajo është arsyeja. Okej, kemi me fillu fillimisht mëngjes herët preferohet ndoshta mundemi durt me i çu lart drejt qiellit. Momentin kur i çojmë durt lart drejt qiellit dhe paramendojmë që e kemi një forcë që po na ngrepi pjesës së kurorës. Pjesa e kurorës është kjo pjesa e but e bebeve që i kemi thonë, e paramendojmë që po na ngre dikush lart. Momentin kur na ngre dikush lart, automatikisht e ndin të zgjatja në pjesën e boshtit kurizor. Prej këto mundesh me shku në anën e djathtë, e ndin zgjatja në anën e djathtë, rikthehesh në qendër, përsëri shkon në anën e majt. Kur shkon në anën e majt, e një zgjatje në anën e majt,
rikthehesh përsëri në qendër, mundesh me I hap krahët derisa shikimin e ki lart qiellit, kjo ndihmon me I hap komplet që pjesën e përparme, ku një pjesë e madhe jemi në telefona që gjithë ditës, krysu në kompjutera, edhe diçka e tillë, kjo quhet cactus arms në anglisht, apo poza e kaktusit, se sikur një kaktus. I hapim krahët, po njëjtën kohë shikimin e çojmë lart. Edhe nga këto mundemi durt me I bashku mrapa bashk, në këtë mënyrë, edhe kur I bashkojmë mrapa bashk, atër automatikisht e ndihmojmë krahërorin edhe ma shumë me u zgjeru. Po them I lirojmë një pjesë të madhe të qësaj të kurjes që ndodh gjatë gjithë ditës prej telefonit edhe prej kompjuterit që punojmë. Prej këto, disa prej lëvizjeve të tjera, mundën me qenë për shembull, I bashkojmë dy durt bashkë edhe mund është lirshëm. Edhe me laku këmbët, mund është lirshëm për shembull me shku drejt tokës poshtë dhe pastaj përsëri me shku lart. Do të thonë vetëm një herë, pa fol, po e shpjegoj mënyrën se si e bëj. Okej. Kjo lëvizje mundet me u 5 deri në 10 herë, për shembull, me një anë, pastaj mundesh me ndru në anën tjetër. Arsyeja është sepse boshti korrizor, mënyrën e vet me qysh merr për shembull gjakun ose langjet e ndryshme është përmes lëvizjeve të cilat I bën. Edhe sa më shumë që bëjmë lëvizje në boshtin korrizor, sa më shumë që hapim ato, aq më shumë ne I ndijm, do të thonë e ushqejm edhe boshtin korrizor. Është vështirë me mësu jogën? Ose sa kohë na duhet për me mësu, me praktiku vetë, pa instruktor? Yoga është rrugtim. Do të thonë, unë sot e kësaj dite... Ose pa fund mësën vazhdimisht? Si çdo gjë në jetë, do të thonë është e pafund çdo herë. Arsyeja unë shpesh them pse edhe njerëzit plakën ma herët, më duket që është se ndalojnë edhe së mësuari, edhe ndalojnë edhe së lëvizuri, edhe është lëvizja, mësime, prandaj edhe kur e marrim për shembull, pse kur jemi fëmijë, koha është tepër e shpejtë, do të thonë çdo sa lëviz shpejt, sepse ka shumë eksperjenca të reja që ata ballafaqohen. Po kur jemi sa më shumë që fillojmë me u plak, mas moshës 35-45 vjeçare, fillojmë që koha na duket që ecë shumë ngadalë, edhe arsyeja është sepse nuk kemi përjetime të reja, do të thonë nuk e sfidojmë veten me sende të ndryshme të reja, edhe nuk rritemi si person. Edhe unë mendoj që është e rëndësishme që gjithkohës të edhe trupin, edhe mendjen me rrit si. I përmendet disa faza të jetës, prej çfarë moshe munden me mësu jogën, me fillu me mësu jogën? Unë kam shtatzane që vinte une, edhe momentin për shembull që tash e kam një rënd që edhe pas shtatzanis ka vazhdu me vajzën e vet, kur I ka bo 6 muaj vajza vet, ka fillu me u rikthy në yoga, fillon shumë herët, unë me vajzën time shumë të vogël kam fillu edhe me ta edhe bëj yoga. Prandaj sa ma herët që fillon, aq ma e këndshme, aq ma shumë I kuptojnë rëndësinë për shembull e lëvizjes së trupit, unë shpesh harë cekë dhe fëmijëve au cekë thëm, deri me 30 vjet ti e ndërton forcën e eshtrave. Mbas moshës 30 vjeçare, eshtrat nuk forcohen. Prej aty është veç a do me shku që shtot shpejt poshtë apo pak ma ka dale, këtë mvaret sa si fëmijë ke qenë aktiv, do të thonë sa impakt, sa lëvizje ke bo si fëmija. Prandaj janë shumë të rëndësishme që sidomos në ditë sotit ku fëmijët janë non-stop në telefona, për me qenë ma të aktivizuar, se nuk ka të bëj vetëm me aspektin, do të thonë edhe psiqik, që është tepër rëndësishme, po është edhe aspekti fizik, Po nuk dallojnë shumë lëvizjet për të rritur për fëmijë, po besoj janë aty. Dallojnë, sepse natyrisht fëmijët nuk e kanë durimin e njëjtë sikur të rriturit. Do të thonë me fëmijët nuk moj ka disa poza që nuk I mbajmë shumë gjatë, apo mundohemi me bo përmes lojës, ku themi hajtë pe bojmë pozën e elefantit, këtë pozën për shembull të qenet, pozën e macës, do të thonë mundohemi që t'ja bojmë pak më
pak më të këndshme, edhe natyrisht është pak më e shkurtër, se nuk e kanë durimin e njëjtë. Edita, si duket ambienti edhe të flasësh për yoga, intervista nuk do të përfundoj, por që nga regjia më bëjë që duhet ta përfundojmë sepse jemi drejt për drejt. Ju falenderoj shumë për kohën, po besoj që do shihemi edhe herave tjera. Faleminderit shumë edhe për juve, faleminderit shumë edhe për shikuesve gjithsesi. Unë them po vjen shumë mirë se kanë filluar shumë a shumë edhe në Prishtinë, edhe në Kosovë me pas studio të ndryshme të jogës, edhe mendoj që është e rëndësishme kudo që i mas afërti me fillu, sepse vërtet benefitet janë shumë të mëdha, edhe është një rrugtim shumë i bukur. Ta falenderoj shumë edhe suksese. Faleminderit shumë edhe për juve, me të mira. Brikena, kjo ishte e gjitha nga kjo linje drejt për drejt sa i përket jogës pra. Po besoj për gjithë ata që ndoshta kanë menduar se si ta kalojnë këto ditë vikendi edhe këto ditë e nxehta të verës, yoga ndoshta është edhe një zgjidhje mjaft e mirë për të kaluar në çaste të bukura, pra në ambiente të hapura, e cila ndikon shumë mirë në aspektin mendor dhe shëndetin e përgjithshëm. Kena kaq sa i përket kësaj linje, ka linjën për ty në studio. Ganet, faleminderit shumë për këtë linjë direkte.